الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdë dhe falenderimet i takojnë Allahut të lartësuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Bëjmë dua për besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, për arsye se ata neve na kanë dhënë mësime të larta se si me vazhdu rrugtimin tonë drejt Zotit Gjelle Shanuhu. Një prej tyre ka qenë Fudail ibn Iyadi rahmetullahi alaihi wa radiyallahu ta'ala anhu, një prej ulemave të Islamit i cili ka jetuar para 803 viteve, pra ka lind në vitin 1142 dhe ka vdek në vitin 1222, radiyallahu ta'ala anhu, i cili një ditë prej ditëve ishte duke shkuar në xhami. Duke vazhdu rrugës, Fudail ibn Iyadi për ndëgjon një polemik mes një nëne dhe fëmijës së saj në shtëpi, brenda shtëpisë. Domethënë shtëpiat nuk kanë qenë të ndërtuara sikur sot, po ndoshta është ndëgju zërim nga brenda jashtë, jo me dëshirën e atij që është duke kalu, sikurse në këtë rast me Fudail ibn Iyadin. Thotë edhe as shumë polemizuan mes vetes sa që fëmiu iku nga shtëpia, nga frika e nënës. Do të shkova u fale në xhami dhe duke u kthy pra prej namazit, po e vrej fëmijën i cili ishte qëndruar, po qëndronte te dera e nënës së vet, duke qajt, duke vajtu, duke e lut nënën e tij me lutjet më të dhimbshme, në mënyrë që t'ja hap derën, duke i thënë se nuk gaboj më. Ky ishte gabimi i fundit i imi me ty. Më fal mua. Ti e më dashura ime, e kështu me radhë, me fjalë rënqetse, me fjalë të buta, derisa thot ja zbuti zemrën nënës dhe e hapi derën dhe e mori vladin e tij, vladin e saj, e futi brenda dhe e përçafoi. Fudail ibn Iyadi kur e ka pa këtë ngjarje, është ul dhe ka qajt me za, ka qajt me za të lartë, edhe ka thonë disa fjalë që për neve janë ders, i ka thonë disa fjalë që duhet me shkru me shkronja të arta, me i bajt me vete. Ka thonë wallahi, subhanallah, i pasër dhe i patmet është Allah, si kur robi thët bënte sabër të dera e Allahut, që shponi sabër kë fëmi të dera nënës vet, wallahi thët Zoti kish mja hap dy të fare. Edhe qante, si kur robi thët bënte sabër të dera Zotit, si kur kë fëmi i cili bani sabër të dera e nënës vet, duke e lut, duke e përgjëru ati, asaj, ja hapi derën e përçafoj. Allahu ka me t'i hapë të dyrt dhe të t'na i hapë të dyrt neve. Po ne nuk përgjërohemi tek Zoti, nuk e lutemi ashtu si duhet. Nuk shndrojmë të dera Zotit Gjelle wa Ala ashtu si duhet. Me na vetë secilit prej neve, kur kon hera e fundit që ne ju kem lutë Allahu Gjelle Gjalaluhu të dera e tij, kushtimisht në xhamit e tij, kur jeni vetmi, ju ke lutë me përgjërim Allahu Gjelle wa Ala për diçka, kur ka qenë hera e fundit? Wallahi ngushtohemi. Po mirë pa ka ujë, sot na lutmi, po e dive na që është lutmi, Allah. Do e cullës një lutje kështu, kalimtare, pa vëmendje, e pa kushtushme, e do më dhe e pa rëndësishme ajo doa. Zemra është këtë të tërkun në lutemi, i dritmi durët. Për këtë doa nuk po qanë Fudail ibn Iyadi, po qanë për një lutje e cila ka përgjërim, ka modesti, ka për ullje, ka ilhah, si shtuhet në gjuhën arabe.
vazhdimsi në lutje, në përgjërim, edhe në vajtim të Zoti Gjalla wa Ala. Ndash me na uqel dyrt e hajrit dhe dyrt e kësaj dynjaj dhe dyrt e ahiretit. Sa do që njeriu është gabimtar, sa do që njeriu është mëkatar, sa do që njeriu ka mëkate edhe sa mes qiellit edhe tokës, kur mos mashtron shejtani me thonë, valla vone badihava lut nëse mu nuk më pranohet. Jo, vllai dashur. Kjo mashtrim nga shejtani alayhi lanatullah. Nuk jeti prej atyre njerëzve që i ka myt 100 vetë. Nuk ka që të në xhami dikush që i ka myt 100 vetë. E një njeri i ka myt 99 vetë. Edhe u shku, ka dash pendim, ka dash me shku me u përgjëru të dera Zotit, për s'po din qysh. E u shku të njeri që me gry mirë bo aki delione. Me gry mirë delione. Ja kam shel derën e pendimit. Ka dhënë, ja marë, për ti kejnë myt 100 vetë. Ti qa ke boha, që ta bëllon me gry, bo aki shqep u thonë. Ka thonë, jo më ti ke myt 99 vetë, ti për ty s'ka pendim. Ti me shku në gjami, ti në safara, jo, po s'shkaju në gjami kur, a thojnë dhe na. E jo, vallaj, kështu nuk shkaju. Kështu veç një ram t'i folë, gjahili, edhe thot, masi kështu, ko ka atër për 100 pra, e mytë edhe ato, a dithi njofte. Edhe shkon të një njeri, djetar, njeri që e din qka është dera Zotit. E din qka është mi u përgjëru dhe mi u lutë Allahu Gjelle wa Ala të dera e ti. Thot, kush mundet me ta mshelë dhe derën e pendimit, ku dera e pendimit, dera Zotit është 24 orë që veçëm ajete që lutesh. Edhe Allahu Gjelle wa Ala ja pranon pendimin, ja falë më katët dhe e bon prej banorëve xhenetit. 100 veti kam mytë Allah i tash. E neve, a kem drejt me thonën s'na i falë Zotit, s'na pranon Zotit? Jo, Allahi. Po ne nuk përgjërohemi, nuk përulemi, nuk i lutemi Zotit ashtu si që duhet. Sikurse që ju ka lutë për fëmijin nënës e vetë, edhe nëna e mshirshme ja qel derën. Wallahi thot një prej sahabëve të Resulullah, ditën e gjykimit, me mlut Zotit, apo don me të gjyku nana jote, a une nuk e zgjedh nanën thot. Edhe pse është me mshirshmja, me fëmijën e vet, Allahu thot është më i mshirshëm me robërit e tij se sa nana me vladin e vet. Se sa nana me vladin e vet. Për këtë thot Allahu Jalla wa Ala, ja kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O robërit e mi, thot Allahu, të cilët e keni ngarku veten e juaj me gjunohe, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën kur në rahmetin e Allahut, në mëshirën e tij. Kur mos e humni shpresën në rahmetin e Allahut dhe në mëshirën e tij, sepse Allahu Jalla wa Ala yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha mëkatet, i fal të gjitha gjunat, innehu huwal ghafurur rahim. Allahu është gjithë mëshirshëm, mëshirploti. Pra Allahu Jalla wa Ala na mëson në këtë ajet që mos i dëgjoni shejtanin i cili ja mbyll dyert e pendimit, dyert e lutjes. Po ndëgjoni Allahu Jalla wa Ala i cili thot fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Thot fafirru ila Allah, ikni tek mshira Allahut nga dënimi i Allahut Jalla wa Ala. Ikni o robët e mi, nga dënimi i Zotit tek mshira e tij. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Unë jam këshilluar si qartë të Resulullah për këtë çështje. Po ju këshilloj që robi nga gjunohet e tij do të me ikë me pendim, me lutje të sinqertë, me përgjërim, me tawadu', me modesti para Zotit Jalla wa Ala, në mënyrë që Allahu Jalla wa Ala t'ia falë mëkatet robit. E dashur vëllezër besimtar, provone, lutuni Allahut me përgjërim, me bindje të fortë që Allahu ja pranon lutjet, cilla do të qoftë ajo. Për Allah nuk është e pamundur asgjë. Allahu ala kulli shay'in qadir. Për Allah gjithë çka është e mundur. Lutja Allahut, përgjëroja te dera e tij, ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu, dhe shihni rezultatin pastaj. E shihni rezultatin. Mundohet që ushqimi jot të jetë halal, veshja jote të jetë halal, ecja jote të jetë halal. Mundohet që të jesh i devotshëm, të largohesh nga ndalesat dhe lutje Allahut Jalla wa Ala me dua dhe sheh përgjigjen tek Zoti Jalla wa Ala se si ka me të ardhur ty. Qoftë për dynja, qoftë për ahiret. Mos thuaj s'kam përgjigje Zoti Jalla wa Ala.
Mos tu ju kum lut pas më përgjigjet, sepse vetëm se e ke mbyll derën pastaj përgjigjet kur thua ju luta, po nuk më përgjigj. Sepse robi kur i lutet Allahut, Allahu xhalla wa ala ose ja plotson kërkesën më një herë, ose ja vonon për ditën e gjykimit kur ka më së shumti nevojë, ose ja largon një çeder, një kader që ka pas me e godit, një keqe ja largon me duan e tij. Më rëndësi është që ti edhe unë me ju lutë Allah dhe me ngrit durët lartë, dhe me ju lutë Allah me përgjërim, dhe me bindje të plotë, sepse wallahi një kërkesë me bë dikon, një shkrim me bë dikon, një lutje me ju lutë dikujt, me një herë në temë nuk del, pa u sill mirë një herë parakolla derisa dalë të tema me lutë. E për Zotin xhalla wa ala, duke ecë rrugës me thonë ju luta, duke ecë rrugës veç kështu ju luta, duke qenë më i parancishëm ju luta, duke qenë zemra e shfendosur këtë tjetër kon ju luta. Jo, Allahu xhalla wa ala don pe robit me pa porulsin, modestin, zemra në përqendruar, sikur se ky fëmijë i cili qëndroi te pragu i derës së nënës së tij, ju lut me fjalë të mira, me fjalë të buta, me fjalë për dhelse, derisa e bindi nënën e tij me ja hap derën, me përçafu dhe me fut mrena. E nin qofse nus me Allah, me këto fjalë duke e falendëruar atë, duke e madhnuar atë, duke e ditë vlerën krijimit që na i ka bërë Zoti xhalla wa ala në tokë, padyshim që Allah i pranon lutjet tona. Allah është ai i cili e meriton adhurimin. Allah është ai i cili e meriton të lutemi vetëm atij dhe askujt tjetër. E ne e lutem Allahun xhalla wa ala me gjitha emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, krijuesin e gjithësisë, i cili lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, i cili nuk i ngjason askush nga krijesat e tij, ajo gjithë shikuesi, gjithë dëgjuesi, i gjithë falësi, mëshiruesi, i buti me robërit e tij. Ne lutem Allahun xhalla wa ala që të plotëson kërkesat tona dhe kërkesat e juaja, dhe kërkesa më e madhe jonë është që jetojmë faqebar në dynja. Na mundsoj Allahu xhalla wa ala të jetojmë me nder, me dinitet, me fytyrë të bardhë dhe me kokën lart, besimtar të sinqert, me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, dhe dalmi nga kjo dynja faqebar dhe Allah të jetë i kënaqur me neve, dhe kur dalmi para tij në ditën e gjykimit, na i hap dyert e xhenetit dhe të na thotë hyni në cilën dush dyert që dëshironi ju, duke lutur Allahun që gjithë së bashku të futemi në xhenetet e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.